Albin Kurti ja ka qitë 2 milion euro për me mujtë me ordhe me votu Albin Kurti. Dashta me të pyet që a ke ardhur me prit Gurbeqart, a për çka je në aeroport? Jo në aeroport këtë punoj ka pak, jam si taksist i aeroportit, po edhe i përcjell me Gurbeqart, ku vinë shkojnë në ndyon të i përcjell, me edhe të shkurt edhe këta që vinë. Apo mendon që sot Gurbeqart kanë me ardhur për me votu a për çfarë? Nuk besoj që vjen ordhe numri i madh i Gurbeqartëve për me votu, se jem na për me votu, na vendosmi për fatin tonë, nuk na vinë për ata me orë me votu për neve. Kurse ata kanë jetën atje, na kemi këtë, na do të me vendos për vetveten. Po, a mendon që çfarë shlet e kanë marrë vesh Gurbeqart që për çdo 100 euro që na kanë jep për shembull, që duhet me ardhur me votu, duhet Gurbeqart me vendos për Kosovën tonë? Po ja, nuk besoj nga tash molli para dhe është gjithçka, ama dëshira edhe imponimi më na imponu neve për me votu nuk është një tashtëshme se na jetojmë jetën këtë. Kurse ata vinë mbi 1 ose 2 herë në vit, edhe tash më na imponu jetën, është opsione me shku atje, më jau imponu jetën aty, nuk është e drejtë. Po duket e drejtë që e kanë shtrejtuar edhe biletat për me votu. Po nëse i ka shtritru biletat, Albin Kurti ja ka qitë 2 milion euro për me mujtë me ordhe me votu Albin Kurti. Okej, e ti për kënë je, për kënë kime votu? Unë jam për Hashimin, Kadrien edhe Pëdykën, Regjen edhe Bacin Kup. Unë jam për këta që e kanë bo shumë, sa në kanë bo për këtë ben, edhe dorë zotit në shuar ma shpejt se këta kanë me i këtjertë krejtë.